Me një organizim të veçantë dhe plot emocion, Qendra Ditore Sirena ka mbajtur për herë të parë lojrat olimpike të sporteve të dedikuara për fëmijë me aftësi të kufizuara. Kjo ngjarje e rëndësishme, e cila zgjati 2 ditë, mblodhi bashkë jo vetëm fëmijët nga kjo qendër, por edhe pjesëmarrës nga qendra të tjera të vendeve të rajonit, përfshirë edhe Malin e Zi. Atmosfera ishte e mbushur me gëzim, energji pozitive dhe ndjenja solidariteti. Fëmijët patën mundësi të shprehin talentin, vullnetin dhe forcën e tyre përmes aktiviteteve sportive të përshtatura me kujdes për nevojat e tyre. Ngjarja u përkrah edhe nga institucione lokale të komunës së Ulqinit, si dhe nga personalitete të njohura dhe intelektual që dhanë mbështetjen e tyre për këtë iniciativë, domethënëse të dashur fëmijë, prindër, trajner, organizator dhe të ftuar të nderuar. Në emër të komunës së Ulqinit, dua të ju shpreh përshëndetjen më të prezente dhe më të ngrohta dhe duke ju falendëruar që jeni pjesë e kësaj ngjarje të jashtëzakonshme. Hapja e lojrave olimpike ndërkombëtare për fëmijë dhe të rinj me aftësi të kufizuara dhe të zhvilluara. Është një nder dhe privilegj i veçantë për mua që jam sot këtu. Pranë jush në një atmosferë që e përçon dashuri, guxim dhe mbi të gjitha dinjitet njerëzor. Kjo nuk është vetëm një ngjarje sportive, është një manifestim i vlerave më të larta që mund të përqafojë përfshirjen, trajnimin. Dobar dan, dragi prijatelji, djeco i dragi roditelji. Danas se ovdje obraćam iz 2 uloge. Moja prva uloga, kao čuli ste, predsjednica Skupštine opštine Ulcinj, a druga uloga jeste i kao vaspitačica koja je imala priliku da radi sa nekima i od ove djece što su prisutni ovdje. I upravo zbog toga ovaj događaj za mene ima jedno posebno značenje. Të nderuar prindër, të nderuar përfaqësues të komunave, ju përgëzoj për këtë organizim, të nderuar drejtoresh, të gjithë fëmijët që kanë ardhur nga qendra të ndryshme, posaçërisht dëshiroj të përshëndes i bashkë fëmijët nga Shkodra dhe Tirana, vullneritni në programin e Ministrisë për të drejtat e njerëzit dhe particave. Besoj se ky nuk do të jetë aktiviteti i fundit, do të vazhdojmë. Dikasteri jonë do të jetë gjithmonë në mbështetje për ju dhe njëherë në emër të personal të Ministrit Gjeka u dëshiroj suksese dhe çdo të mirë. Faleminderit. Drejtoresha e kësaj qendre, Salie Megjikukiqi, u shpreh se organizime të tilla janë jashtëzakonisht të rëndësishme për zhvillimin dhe përfshirjen sociale të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Këto aktivitete janë jo vetëm motivuese, por edhe një formë ndërgjegjësimi për shoqërinë për të kuptuar se secili fëmijë ka potencial dhe të drejtën për të qenë pjesë e aktiviteteve të jetës komunitare, theksoi ajo. Sot nuk jemi të mbledhur vetëm sportit. Sot jemi këtu sepse besojmë në shoqëri në të cilën çdo fëmijë ka talent për të qenë inkluzive. Standardi në cilin të parë ka të drejtë të ndojë në kushte të jetë të dashur dhe të shtrenjtë. Lojra nuk kanë të këmparë, janë mesazhe të çështën për të gjithë ne, që fëmijët në aspekt të kufizuara nuk janë të ndryshme. Përse janë pjesë vitale e shoqërisë tonë. Prezenca e tyre në rrugën e kulturës e artistë, fuqinë e shoqërisë, autorisë dhe diversitetit. Si në raste, kemi falendëruar përgjithësisht gjithë institucionet, organizatat, shkollat, prindërit, kollektarët, për të gjithë ju, për cilat në kontributuar në tradicionin e vendit. Ndërhyrje të veçantë shtohet në Ministrinë për Qendrat Sociale, Ministrinë për Drejtat e Particave, Shtetësinë e Partisë, si dhe shokët e dashur, partnerë dhe donatorët tanë. Dashur fëmijë, ju jeni sot kampionët tanë, dhe ju jeni pronojra pesë të ndihmimit dhe solidaritetit. Si është ajo, është historia jonë. Dhe për këtë, me krenarit, me kënaqësi të madhe, Hapona,
Pjesë e këtij organizimi të veçantë ishte edhe talenti i këngës Xhenis Mani, i cili u ngjit në skenë me një performancë të ndjerë dhe emocionuese. Performanca e Xhenisit u prit me shumë entuziazëm dhe duar trokitje nga publiku, ndërsa prania e tij në këtë aktivitet shërbeu si një shenjë mbështetje dhe dashurie për fëmijët pjesëmarrës. Në këtë aktivitet morën pjesë edhe përfaqësues dhe fëmijë nga qendra të ndryshme të vendeve të rajonit, të cilat cilësuan këtë përvojë si tejet të vlefshme dhe frymëzuese. Ata u shprehën mirënjohës për mirëkuptime dhe bashkëpunim me qendrën ditore Sirena në Ulqen, duke vlerësuar lart organizimin, atmosferën miqësore dhe rëndësinë që u dha fëmijëve me aftësi të kufizuara. Për ta, kjo ngjarje nuk ishte vetëm një garë sportive, por një mundësi për të ndarë përvoja, për të krijuar lidhje të reja dhe për të forcuar bashkëpunimin ndërmjet qendrave të ngjajshme. Atëherë është një kënaqësi e madhe për ne që jena sot këtu. Ne kena një bashkëpunim të hershëm me qendrën Sirena dhe jena shumë të kënaqur për këtë. Fryti i këtij bashkëpunimi është edhe pjesëmarrja jonë në këtë aktivitet. Ne marrim pjesë me 4 nxënës në garën e vrapimit dhe të kërcimit. Du të theksoj faktin se është shumë i rëndësishëm pjesëmarrja e këtij target grupi, personave me aftësi ndryshe, në aktivitete të tilla gjithëpërfshirëse, por edhe në garime, sepse rrit vetbesimin, i bën ato të socializohen më shumë, por edhe përmirëson aftësitë e tyre fizike dhe sociale. Kena bashkëpunime të ndërsjellta me këtë qendër, me drejtoresh Salien, kena shkëmbyer vizita, gjithashtu kena marrë pjesë edhe në aktivitete që janë organizuar për autizmin, konferenca shkencore, dhe mendoj që bashkëpunimi i qendrës Ulqinit dhe qytetit të Shkodrës është një bashkëpunim shumë fretëdhënës dhe në dobi të nxënësve dhe fëmijëve që frekuentojnë të 2 institucionet tona. Pa evo, prije svega želim da se zahvalim Dnevnom centru Sirena Ulcinj na pozivu i na jednoj jako dobroj organizaciji ovog prvih međunarodnih igara. Zaista su se potrudili da budu jako dobri organizatori, ali prije svega jako dobri domaćini. Mi iz Mostara smo prvi put tu, nadamo se da ćemo dolaziti svake godine, da će ovo takmičenje prerasti u jedno tradicionalno takmičenje. Idemo u Mostar, nadamo se sa osvojenim medaljama, ali ono što je prije svega jako značajno da idemo puni utisaka i da smo uživali u ova 3 dana boravka u Ulcinju. Pa obzirom da ljudi iz Dnevnog centra Sirena po prvi put organizuju takmičenje, mislim da je zaista na jedno jako dobro i na jednom visokom nivou. Kao što možete vidjeti, djeca uživaju sve na jednom visokom nivou i ja im zaista želim sreću i želim da, kao što sam rekao, ovo takmičenje postane tradicionalno i da se održava svake godine. Në përfundim të garave, të gjithë pjesëmarrësit u dekoruan me çmime dhe certifikata.
në shenjë vlerësimi për përkushtim dhe shpirtin garuas që treguan. Ky aktivitet shënon një hap të madh drejt përfshirjes, pranimit dhe fuqizimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara, duke treguar se sporti është një urë që bashkon dhe frymëzon.